Jena në qytetin e Kamenicës, është Beslim, Mavriqi, kemi arë me adhonë qelsat e shtëpisë re, para se me adhonë qelsat, për ju jepim pamjet e vizitës unë të parë. A jeni mirë? Mirë, faleminderit. Që është kaloni? Mirë, faleminderit, po shkojmë ju. Mirë. Besim Mavriqi është familja Radhës në qytetin e Kamenicës, Besim është 5 antar, e i sprovuar me vajzën e madhe të tij, e cila ka epilepsi. E që shpejtën Besim? Allah e ahogjë, dherës ka pak po këtë moj ponaj, edhe i marri për to, i merri 375 euro ndihmë, invalidore kështu. E me qëto. Pra, parët e saj, për jetën e ketë. Me që ato që dashti ndihmën ma që kur s'ponaj, me që ato 375 euro. E verës të ashtë këtë moj këtë gjojnë, nuk zgjedhë punë, nuk jem një që zgjedhë punë. Apo më në minë në datë, vajzë? Vëllaj në tonë po më nëhën, arga hoqë, po probleme pak me nejtë s'kina gëtë. Se kjo do me nejtë gëti në stop një njeri të krytë. Se kjo sejtë as full, as një. A, kuptën. Mervesh, të kur të thash shpesh që thamë ku është motra aeriona është mësojna e lyp me sy. Reagon kështu, apo djalli i zonë e vogli 1 vjeçar e lyp me sy. E ta është kontrollat i ka më në Prishtinë të afrim blyta çdo 3 muaj rrugë. Çdo 3 muaj çojmë të aj. E kështu po duket që pak se kjo s'ka lëviz as dora s'kam, heq absolut. Ku ke lanë çat e kam jetë. Në qosh, të me pas kam as kënej, as anej s'ka lëviz. Po e patën që i do injekcione, masi që i ka bo 1 vjet e gjys. Kjo ka linë qështë? Po gjeja se mjekët e kanë konstatu që po, që i ka linë, qështu. Kësoj pëtësh në nështë si paralizë së zobrala, që po shkojshë në to. E tash që ato 20 injekcione ka pos 2500 kubik një. Çdo 13 ditë ka pos një më morë. Lem kore pruna këto me alon në Kamenicë, do ishtë me alon vetë se shumë e rëndë kjo do të për 1 vjet e gjys me alon 2500 kubik në injekcion, është të ma dhe të më shumë, i tash ata lak e lema kësojnë. Tani i thash që numërin tërë në person mjek, i thash që e ka shkru. Tani erdhë një mjek është i Shqipashnicës, Rabete ka një s'ka përshë. Pa të në Rabete, doktor, e aj si po injekcione, tha ja tha bërë, tha se unë e jep, e di tha që ka jenë për që shtek. Pe aty tani ka nisur shumë, u zhagit, këtu u zhagit shkon, delën sa kak me. Zhagit, aj pse po kemi qef na mu gu sa ma shpejt mu qu, vjen kom. Inshallah do zotë që sa ma shpejt a shenjë të hec me kom të vetë amri ju i motë. Inshallah, sanje. Sanje. Shpejtën sanje. Më dojtë qëta. Se shtirë. Që ishe ke përbalu një herë sprovën me vajzën në fillim? Po shtirë ashtë. Do ke që veç unë jam. Po, mu dëshë më kujdes me ta, me qitë pakonash. Ma shumë më përkushtu me këshirë, se sa me menu të keqen. Zotë e sprovën ato që e dënë? është një plus ajo që shprej se nuk e kom hup kur, absolut heq. Kur një tem nuk e kom hup shprej, të farën të mimë ka ndorë ta, ma kur shprej se nuk e kom hup. Lumë Zotë e ka falë, a e din me qua, a e din qysh ponon, qysh o mas mirë ti. Kjo shpjeku në është? Kjo është e vllavit, veç unë e rri këto, aja vllavit është poshtë, e tima është. Po ku na ka dhënë baba, se na ka ndek, para 6 muaj më ka ndek, edhe baba dhe nëma. Amen. Dikon 3 muaj e gjysë 9 vjetë ka ndek, zotë. E mu ma ka qitë trullën, që të që e kam, edhe kjerën, të kjerën i koqë, vllavit ja ka qitë shpinë qëtu. E ta është e vllavit të i të bëjsh zhjite, e thonë prej, kur ka bëjsh zhjitën, të bëjsh para, që mu më i bëne para diçka, e një shpinë, to. Ta është... Qështa kemë bojlën me zotemën? Në këna amë të një shpinë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Dhe Zotë i shpërblet. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Inshallah Zotë i shpërblen krejt ata që
licencia e kanë qitë për shpirt e jona, se ke jona ka emnin, inshallah Zoti ja u kthe me të mirë. E përzgjedhja jote për shtëpi është falë memorandumit bashkëpunues që kena me kryetarin, me komunën e Kamenicës, edhe emrin e juaj e kemi gjetë në listën e kryetarit që në përzgjedh familjet që do të bëhen me shtëpi. Inshallah Zoti ja u kthe me të mira. Veç për haj, kryetar. Hajr pas, faleminderit. I gëzushëm me rastin e urimit që përmorin për nisjen e shtëpisë, më besoj që edhe familja janë njëjtë sikur na, edhe na përjetojna sprovën që e kanë si familje, që ka qenë minimale në raport me ndimin e Zotit Halil, në raport me kontributin për ndërtimin e shtëpisë. Na presim që me ecë puna mbare e jo me pas zgjidhën një problem tjetër të banimit që po e shqetëson. Faleminderit shumë. Shtëpia e tretë që u dha lajmi që po niset në Kamenicë, familjet i gëzofshin. U gëzofshi edhe ju, faleminderit kryetar. E bashkë me neve, është edhe kryetari i komunës së Kamenicës, komunë kjo që këto shtëpia që po dhurohen jenë në bashkëpunim me këtë komunë. E unë kam derin që qelsat e kësaj shtëpie t'ja jap kryetarit e kryetari ja dorëzon familjarit. Faleminderit shumë është ndërum. Beslem, e gëzof. Faleminderit kryetar, respektin. Faleminderit. E kam dëshirë respektin tim me si kryetar. Faleminderit shumë. Hajde kryetar. Mos ki merak, po thot Bislimi, bashortja është duke ushqy fëmin, ka e fëmin, ju e pat në videon e vizitës së të parë, ka të sëmur, me gjithat, sot lumëturi në këtë familje, Bislim, që shpëndijesh? Po, ju i knaqë, i gëzumë, që më ka unë asë një herë. Shumë i gëzumë, jam i knaqët. Ke mendu një herë që kime? Ja, kur heq. Atë pëlqej? Shumë se ja pak. Pa koment, pa fjallë, s'ka fjallë. Përshëndetje, kryetar. Unë po dëshoj që është Bislimi në vitin paraprake. Ftyra tina prej ftyrës së sotit është shumë a gëzushme. Ja, po besoj që edhe antarët tjetë familjes janë po ashtu të gëzushëm. Kjo buzëqeshje huq na ka ardhur si mbështetje edhe si rezultat i juve. Unë du me falenderu në bashkëpunim me juve. Po sigurisht, ndihma jonë është simbolike në raport me ndimin që keni dhënë ju në ndërtimin e kësaj shtëpie. Unë duj me falenderu në amin tim edhe gjithë qytetarët Kamenicës që keni bot mundur që buzëqeshja gëzimi të familja Bislimit me ekzistu ta shetutje për gjithmonë. Jenë emocionet mire, kryetare. Sigurisht, sot jena marrë gjithë me një gëzim edhe besoj që familjet ta gëzoj këtë shtëpi të re. Urimit kryetarit, i bashkangjitjemi edhe neve, unë bashkë me stafin e Hetimat e Ballkanit, i urojmë që ta gëzojnë shtëpin e re Bislimi dhe familja ti, inshallah do Zotit tash ju bën juve me unë gjidurën dikujt tjetër. Amin, inshallah, po kismet se. Inshallah rrjedhin të mirat. Peja ti momentit që e kanë të mas 3 dite ja kanë filluar punës, më punu. Lajmi mirë. Kanë hecë mirë punët. Elhamdulillah. Në hecë më mirë milëm kërë më thërën në punë, kja është e lashë erdha. E nasë po të marrëm shumë kohë që të kthehesh në punë ti. Besoj me gëzon shtëpinë. Amin, faleminderit. Peja ti momentit që jeni ardhur, ju jeni kanë, jeni nisi këtë punë. Ju jeni dalë mas një ditë e 2 më kanë thirrë. Hajde filloja punës. Sa mirë. Inshallah. Na mundohemi me kanë të marr edhe shpëndajmë lajme të mira të mara çdo familje që vizitojmë. Faleminderit. Unë shpresoj se shtëpia ka me kanë lehtësim. Shtëpia është jetë. Edhe ka me kanë kogja lehtësim edhe punën e basketbollit. Lusim Zotin vajzës, shërim e të mira juve. Për hajde, e gëzofshi. Faleminderit. Faleminderit. Shtëpia parë dhurun Kamenicë, kemi edhe 2 tjera, po vazhdojmë të familja radhës Zotit Kurmosionit.